Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola dhe si gjithmonë mas kamerave kena producentin ton Elvisin. Sonte në fakt dona me fol për një temë që të tani kena për çdo ditë, jeta. A na ka bërë gjë jeta? Unë mendoj që ja. Por është puna jonë për me e bë jetën sa më të mirë. Është puna jonë për me dhanë kuptim jetës, edhe është puna jonë për me kuptu se që është jeta, pa thonë që pse ma bani jeta këtë gjë, jeta më ka bërgjë me ken i lumëtun. Ata ka bërgjë jeta me ken i lumëtun. Mendoj se kjo temë herë është shumë filozofike, por na duhet me thonë me gjuhën popullore. Po. Është vërtetja që the ti Manjol që shumica njerëzve thojnë pse mos do ta shkej jetë kështu, pse kjo jetë pa drejt, pse jeta mi bjen këta fate të këqija ose këto ngjarje. Por unë mendoj që nuk është jeta që ne i bjen ngjarjet, fatin apo situata të ndryshme, mendoj që jena na kryesor, jena aktorët kryesor në jetën tonë. Pra, siç e the Adi Manjol, mendoj që na jena ata që e bëjmë jetën, jo jeta na bën ne. Po nëse e ke vure për shembull në për këngë, qëllim se për shembull libra jo të tonë lexojmë, por këngë nim të tonë. Edhe jo më lërg se sot belen niva një këngë që thotë po çat kam bë ma jetë që e bane këtë njeri për me më vra mu. Do më thonë, pse ja vëm fajin që pse nuk jena na që me thonë lumturin s'ka nevoj me avu është jeta e pa drejt. A duhet me luftu na për me e pas një jetë më të mirë? A duhet me mendu na kur je i ri për këtë mosh, kur vjen këtë mosh për moshën tjetër, sepse 3 faza janë jetë. Është fëminia, koha kur jetu që njifesh me dikenin, martohesh, krijon familje, mandej është edhe pleqnia. Unë Manjol mendoj me shku në fillim që atëherë dhe, Po. që njeriu është i predispozuar gjithmonë jo vetëm me alan fajin jetës, po edhe me alan fajin tjerëve. A jam pëlqen fakt? Shpeshherë, vetëm ashtu gjejmë po. ngushëllim. Shpeshherë njerëzit për me alagu vetës një diçka, e lehtësojnë vetveten të thonë, jam ka fajin pronari, jam ka fajin mësuesi, jam ka fajin burri, jam ka fajin gruaja, jam ka fajin shoku apo shoqja. Sepse mendojnë të avu gishtin dikuj, mendojmë se na e lehtësojmë atë varren ton ose gabimin ton ose atë që nimna. Por unë mendoj se gjithmonë këta gjëra janë të lidhur njëna me tjetrën. Pra dhe herë shkojmë të aja që jena na aktorët kryesor në marrëdhëniet shoqërore, në marrëdhëniet të punës, në marrëdhëniet me shkollën, me sportin ose me jetën e përditshme dhe me familjet. Pra aja mënyra që gjithë njerëzit e kanë të predispozuar me thënë, mu nuk metë si puna sepse e pa të fajin pronari. Mu nuk me si sporti se nuk më futin lojtra njeri. Mu nuk me si muzika se ma banit pa drejt producenti. Mu nuk me si martesa sepse pa t'i fajin burri apo e fajin gruaja. Këta janë disa gjana që njeriu i ka veset të pa dukshme, po janë veset të çdo njeriu. Në fundit, jeta është ajo që ti e ndërton, po, ka herë edhe janë disa fate. Është edhe fati, po, por në përgjithësi njeriu është aktori i teatrit të kësaj jete që ne jetojmë përdit. Është një shprehje në fakt që thanë faji u bë pelliqja, pëlhura më e bukur, edhe kërkush nuk pranoi me e vesh. Sepse asnjëri s'na ka për me majt fajin që ja, ky ishte faji im. Sepse është edhe ajo tjetra që ndoshta edhe e dim që është faji jon, por kalojmë në atë vetë mbrojtje që jam unë nëse pa gjej mënyrë me lën fajin të ai tjetri, pra edhe pse tha u bë pelliqja më e bukur, kërkush s'don me e vesh, kërkush nuk do me e pranu. Rrallë janë njerëzit që e pranojmë edhe kena është ai ngushëllimi që në qoftë se dikush e ka tjetër, ndihem më mirë, më pushune prej punet,
si ishte faji jem, ishte ati, i mërzitit, ka orë shpirti ma e hunët që ki hu punën, por të thanë që ishte pronari i keq, një është pak ma mirë me atë. Po, është edhe shumë e vështirë më njëllë për shembull njëri me pas në gjegjen e vetë, është pastër, është shumë e vështirë që me arrit njëri në atë nivel, që primen në këta raste, jo me gjyku vetën, po me pranu se janë disa gjana që njeriu i kryen vetë me vetë dije, ose pa vetë dije. Edhe, mos e lesh fajin tjetrit, t'ja lesh fajin vetës. Njeriu duhet me arrit atë inteligjencën e vetë, se këta nivele arritën vetëm me inteligjencë, jo se thonë njëri i mirë, jo ka njenja. Në kja, ti nuk mundesh me kanë as njëri i mirë, as njëri pa njenja, po s'ke inteligjent. Njerëzit ignoranta janë e budall, nuk kanë as njenja, nuk kanë as kapacitet, por është edhe tjetër se ka i herë, thu që je aq i mushon edhe thu kë ma bani keqe, kja ma bani keqe, ky është i keqe, aja është i keq, edhe nuk din ka me shku. Met edhe po kuptu që as kja, asaj jo, nuk munden me të bëtë lumëton. Është ndorën tënde. Është ai qikësi që të hap derën, është ndorën tënde. Por avritena, shumë njerëz nuk e kanë forcën, inteligjenca një fjalë tjetër, por ka herë tham nuk e kanë forcën për me jetu. Sepse shumë njerëz kur jetu hec përpara, të fusin në kamcen, se ton. E kena pa? Nëse ajo. Do të thonë, ajo pika që do me dal. Në qoftë se ti ke një pikë synim, don me arrit një gjë, duhet mos me të shqetësu, ose ndoshta edhe mos millan që po, bi dakord me atë që ke nevojë për inteligjencën, sepse nuk ke nevojë me i dhënë shpjegim të tanëve. Tu mos me dhënë shpjegime, as nuk i vën faj, edhe arri atë pikën që kërkon me mrit. Pra, në qoftë se kena mu ba viktim, nuk kena me shku kërkon. Por, në qoftë se ignorojmë të tanë që na rrethojnë, atëherë kena me shku me hec për para. Kur të hecim për para, edhe të arrim në atë pikën që kena dasht, ju premtoj që ato njerëzit që kanë hell gurmi ju, ata njerëzit që kanë fut në kamcat që mos me hec për para, ata njerëzit që kanë thënë ndoshta një fjalë më shumë met ul, kanë thënë s'ke me mujt me e ba, është e pa arritshme, nuk të kanë dhënë suportin, se nga njerë suporti nuk është vetëm për me të majt me shku atje, suporti është edhe thjesht një fjalë e mirë. Po. Pra, kur të arrin atje kanë me thonë, si arrite mërë, e bane, jena shok, fillojnë mandajnan, më difto rrugën. Pra më njëllë, si e thamë edhe në fillim, edhe po vazhdon ti me e thonë, është e që nuk në ka faj jeta. Ja. Na jena ato që vendosim se si ka me kënë jeta jonë, si ka me kënë rrethi jonë, si ka me kënë situatat tona. Është e shpreja që thohet, kërkush nuk ka jetë lumëton, çdo njeri ka momente të lumëton në këtë jetë, dhe është në dorën tonë, sa momente të lumëtona dona me ban këtë jetë. S'ka me në arë kërkush me në thirë, me në thanë, hajde se du me bëjt lumëton, hajde se unë kam lumëtoni për ty. Gjithë se cilja ka për veti, dhe na duhet me ja plotësu dëshirat vetit, edhe rrathit që kena, por dëshirat vetit. Me thëmë drejte, në fakt, kam pa dhe një gjatë tjetër, sepse të thanë jetën, të hek viktimen, mas mu ba viktim, po, me pas vullnetin, forcen, me hecë për para. Mas me gjithë viktim. Mas me gjithë, po normal. Por, ka i herë, në fakt, ndoshta eksperienca jetës, më ka diftu që edhe mirësia është pak, duhet me ditë se ku me e lanë, sepse e kam vure që kur e jep shumë lirshëm, shumë falas, jo se mirësia kushton, mirësia duhet me të ardhë prej zemret, edhe është natyrale. Por njerëzit në fakt, kur je e mirë, ose e mirë ton kohen, edhe jep gjithmonë,
nuk ja din vlerën. Edhe vlera e asoj gjajet, edhe mandena ne marrin për kapital. Këtë që thuti, mendoj që ta shikuesit tonë bin dakord, sepse këtë e gjejmë edhe në çdo njeri e praktikon të njëjtën gjë. Problemi është se në 100% njerëz praktikojnë, por nuk bëjnë. Pak shumë njerëz reagojnë. Po pra, po një gjë. Tërsi problemi prap shkojmë të aja që thashëm në fillim. Nuk duhet me avu fajin tjerëve. Po pra, atë. Na duhet me i pa gjanat të vetvetja. Normalisht që gjatë jetës kena me pas dalg, sepse jeta është një oqean që herë është me dalg, herë është i qetë. Por problemi është se njëri duhet vetë mi zgjidh problemet dhe mos me avu fajin tjerëve. Ky për mendimin tim është një formulë që njerëzit duhet me zgjidh vetë. Më pëlqej krahasimi sepse unë për veti e dashuroj detin. Në përgjithësi deti është diçka qetësuese. Po. Për çdo mendje kanë thënë bele një shprehje tjetër që më kujtutesh kanë thënë afër mretit e afër detit. Detin, kur është i qeta, është dielle, i shef me ata velat, me ata anijet, sa pejsazh i bukur është. Kur fryn erë, e qohen ata dallgt, edhe bahet i ertë, sa i shëmtum është. Por ama, harrojmë që deti është i njëjti. Nuk ka ndryshuar. Pse ja vëm fajin detit edhe thojmë deti u shëmtu, u bë i ertë, ma ta dallte mllaja, edhe nuk e kuptojmë që nuk ishte deti që kishte faj, po ishte era që e bani ashtu. Po, deti është në natyrën e vet, edhe era është pjesë e natyrës, pra edhe njerëzit. Po jo, domethënë kjo fotografi është i njëjti njëri. Është i njëjti se kur je me nerva thu, sa i keq je Mark. Kur je kështu i qeshëm, thu, asa i mirë je Mark. Por je i njëjti person. Pse mundet me kenë Marko edhe i mirë edhe i keq? Pra, pse kena dëshirë që me bosës bandikenin me faj, gjithmonë është, ky është i keq, po është i njëjti që edhe buzëqeshi. Edhe herë, njeriu ka disa shisa që e ka bën natyra dhe Zoti, dhe një nërvesit e njëri që është ma theksume është që kur nuk e prandon fajin dhe në shumicën e rasteve ka qef me avu fajin për çdo gjë që dikuj tjetër. Po, thash kjo nuk është se ka vetëm një individ, e kanë përgjithësi shumica njerëzve, por dikush e ka ma theksum, dikush nuk e ka ma theksum. Kjo është. Po pra. Por sa ma shumë mendojon që të kalojnë vitet, vjen një farë moshet, e kupton se në fundit çdo gjë që ka në jetën tënde ka të bëjë me personalitetin tënd, me karakterin tënd dhe me lëvizjet që ki bën ti gjatë jetës. Kështu për shembull, unë shoh jetën time, çdo gjë e keqe që ka në jetën time janë pikërisht prej veprimeve të mia ose prej neglizhimeve të mia që i kanë bërë me ndërgjegje. Ose në anën tjetër, gjërat e mira që më kanë ndodhur në jetë, edhe i kam në jetë, mendoj që janë prap veprimet e mia, të cilat unë i kam bërë me vëmendje, unë i kam përkushtu më shumë vëmendje dhe sot i kam atë mirë. Pra dhe herë, është normale që gjatë jeta të bjen disa njerëz të puna, të shtëpia, të shkolla, të aja, të shoqënia ndryshëm, po njëri i seleksionon, sidomos kur vjen në një moshë që jena unë sot, njëri bëhet më selektiv. Selekton edhe njerëzit që rrin me ta, selekton edhe vendin e punës, sepse e kupton që jeta nuk duhet me kene zhumshme, nuk duhet me kene me probleme, nuk duhet me kene me shamata, jeta duhet me kene sa ma qetë. Edhe kur i seleksionon njerëzit, mendoj që e gjen njëri i vetë. Një shprehje tjetër është mirësia krijon mure. Për ulërsia krijon ura. Kur për ulesh. Pra, por edhe ajo të tana duen me kenë me limite. Sepse po theti që janë disa njerëz që vinë jetën tonë
dhe na japin mësime. Janë disa njerëz që vinë në jetën tonë edhe na kanë lanë një gjatë keqe. Atë gjanë e keqe, jo çdo gjë e keqe nol për arsye të këqija. Sepse ti, edhe unë po thama para, për çdo situatë keqe që kam kalu në jetën time, kam mësu si mos kam nxjerr mësime aq të mëdha në fakt. Sa edhe nuk mërzitem për atë të këqija që ka noll. A kisha dashur me noll? Absolutisht jo. Por jo çdo gjë e keqe noll për një arsye të keqe. Është vërtet Manjol kjo që thu që shpesh në jetë na vijnë njerëz që na napin mend. Sepse ndoshta me reagimet e tyre negative vijnë jetën tonë dhe na befasona, pra në lexojmë mend. Po mos harrojmë se edhe na shkojmë në jetën e dikujt. Po, normal. Pra edhe ndoshta dikush tjetër na kthyr ne me një sy jo pozitiv. Po. Jeta është aq e ndalikuar sa që njeriu krijon një botë për jetën. Po. Me atë që mendojmë na, kurse ai tjetri ka kriju komplet një botë tjetër për ty, që ti ndoshta askur se ke menduar. Po. Dhe kjo e ban edhe një herë më kthym mbrapa të ajo që i thamë në fillim, që nuk duhet mi vu faj jetë, sepse jeta është për çdo njeri pak a shumë njësoj, është vendimet tona, mundësia jon, karakteri jon, se si na reagojmë me jetën dhe ajo është bota që na rrethon. Po pra, si është ajo tjetra që në një histori janë 3 faqe. Historia në versionin tem, historia në versionin tam, edhe e vërteta. Sepse dalte fillimi i emisionit që thamë kena qef me avu, dhe më thonë ndoshta e tham atë të vërtetën, po e tham me pak fajin dikuj tjetër. Edhe ti e thu të vërtetën me fajin të dikush tjetër. Për shembull, më pru një shembull me vulgarizu. Unë kam parë shumë njerëz këtu në Amerikë, për shembull, që ja kanë mundësinë, kanë parku makina, Ferrari, Bentley, Lamborghini. Po, aty të vilat e tyne. Po. Por ndoshta janë më pak të lumtën se një familje shkodrane që në oborrin e tyne kanë të varur kanarina, gardalina dhe e kanë të mushur me lule. Pra, mënyra se si e shef një person jetën është komplet ndryshe me një tjetër. Nuk ka rëndësi se çfarë rrethon, ka rëndësi se si e koncepton jetën. Dgjoj, me të thënë drejtën, kam arrit në atë konkluzionin që të bukur nuk të bën bukuria. Të bukur të bën shpirti. Sepse kur e ke një shpirt në paqe, edhe kënaqesh me një filxhan kafe. Po. Në fakt njerëzit ta kanë atë xhelozin, pse jenë kaq paqe me veten? Për çka kënaqesh me kaq edhe nuk kërkon një Lamborghini para derët? Është mënyra si kur fiton paqen në zemër, ki fitu gjithçka. Mendim personal. Po pra, kjo paqja në zemër, domethënë nuk duhet më avu mendën njerëzve se kush është xheloz për ty herë, para. Absolutisht. Nuk duhet më marrë mendën apo bëhet kush xheloz për mua. Se ba me çu mendën apo bëhet kush xheloz për mua, ti ke më kaluar stres, ti ke më pas probleme. S'ke më pas kur lumturi sepse tu mërzit për tjerët, s'ke më pas kur. Dyta, ndoshta s'bëhet kush xheloz për ty. Edhe ti shqetësohesh kot, a kupton? Pra, unë kam arritur në konkluzion kur më keni ri, unë mendoj se shumë njerëz nuk më kishin qef, isha pak më i gjatë se ata, ose esha më shpejt se ata, po ja pas pak e ngabim. Sepse çdo njeri e ka lënë Zoti me e dash veten. Njështu si është, i gjatë, i hov, flok bar, flok këç, bjand, brën, por gjithmonë na e acarojmë veten me disa gjana, ty dasht me gjetë tjetëri diçka tjetër që nes na pëlqen. Por të njashtu edhe ati tjetër s'ka me pëlqyer diçka të na. Është reciproke. Por është kjo që the, ndoshta na ka dikush xhelozi. Ndoshta ose bjen kujt nërmend për ne.
Nuk ka hiç rëndësi. Hiç, unë personalisht as se mendoj as vetë, për veti personalisht kur qohem nade, tham Zot faleminderit për ditën që më dhe. Ndërsa disa njerëz qohen nade dhe thonë a din se s'm pëlqen Marko ose Manjola, a du mi aprish ditën sot. Pse me mënu se janë disa njerëz, nuk janë ata. Mandena nashta e kategoria tjetër që mendojnë që mu m'ka i natë Marko, edhe rrinë jadzin ditën vedit, pse m'ka i natë Marko mu. Ja te ligjerisht. Por, pse m'ka dikush i natë mu. Pra atëherë, shkojmë tek ajo pika që leni edhe Markon, edhe Manjolen, edhe X-in, edhe Y-in, të kemë toni natë. Se më në heqa gja, pra. Jo, as vetë, por ki, thosh, kategoria njerëzish, as di, as nuk më interesoj. Japin, mërse, në fund të fundit. Ba me di se ka, më shqetësane e gja. Unë nuk i ven lisi që ka, s'ka. Po pra, por këto ka njerëz që si ti, që ose si une, se ligjërisht, sinqerisht, e tha me ton zemrën, as një dit nuk më shkan në përmend, kush ka ma shumë e kush ka ma pak. Biles tham, kur kanë, në qovë se dikush ka, më vjen mirë për te, adim se? Sepse s'ka me më shqetsu, s'ka ku me menu për mu, se ka me ju duk veti shumë nelt, i ka të tana, edhe, thot, Manjola është, dhe më thonë, ma e vogël edhe s'kam pse me e pas. Dhe më thonë, në fakt, duhet me kenë super i gzum kur dikush ka, se s'ka ku me menu për ty, s'ka ku me gjelëzu për ty, ke ma pak energji negative. Por edhe në qovë se nuk ke, më falë, por edhe në qovë se nuk ke, mos je lak mu dikujt, një gjatë që e ka, por shika rrugën tënë dhe thu, ku mundem, qa mundem me baune, për me kenë një maj mirë. Vere një piksynem vedit, merë atë jetën tënë në kontrol, mas i len tjertë me të kontrolu ditën, por merë jetën tënë në kontrol. Mas e në gjo që të thot, as X-i, as Y-i. Qa donë ti, qa të bënë ty me pas një jetë më të mirë, një familje më të shneqme, edhe thjesht në fakt vetëm një tru më të qetë, mos me kenë 500 kulumri që të knojnë mi kry. Pra, ndorën tënde. Unë mendoj që njerëzit kanë arrit sot në atë nivel si në Shqipni apo kudo që jetojnë. Kudo në botë. Edhe në vendet që janë ma të përparuar nga ana ekonomike, kanë arrit në konkluzion që ekonomia nuk bjen lumturinë. Kanë dalë dashprej që ma mje kjojnë BMW se kjojnë bicikletë po ja kot. Okej? Është vërtet. Aja është sa me rrejtjen e tjetërin. Por njerëzit sot as nuk e gjenë lumtunin të pasonia, por as nuk ja bjen kush lumtunin prehen. Absolutisht. Lumtunin, qetësinë shpirtërore, të jesh mirë me veten, të jesh i qetë me veten, ta njohësh vetveten, vetëm ti mund ta bësh se kush tjetër s'ka më ta bëj. Atëherë, ata njerëz që ndoshta mundën me pas intriga, gjelozina, gjane, ata janë një kategori tjetër që njeriu as nuk duhet me i pa, duhet me i qyrë si fluska sapunit, sepse kanë pa thanë, qenjt lehin, kalvari le të hecin për para. Sepse kanë me leqejt. Nuk ma do menja as njëtën tëne, as njëtën teme, as njëtën e teleshikuzve tonë, që mundet me thonë, ja, mos më ka leja si qenë. A mundesh me thonë? Po nëse me është, diçka që i përket gjithkuj, po prap nuk ka. Sepse në një periudhë kohet, kurdo që t'jesh, a fëmi, a në shkollë të lartë, një rinit hershme, një rinit mesme, një rinit e shijena në? Pra dhe herë është dalim prap në atë, që jeta është si e nërtojmë na. Nuk duhet mi vufa jetës, a kanë një shqipun gojlanet, njeni thosoj pa fat jam mërzët, pa fat, pse nuk vjen fati, pse nuk vjen fati. Edhe të takoj fati një dit. I tha o fat, tha, pse nuk vjen kur tha të shpia jeme. I tha një tha, unë tha shetes ta gjithë kun tha në për qytet, tha. Ku i gjej dyrë e pigjera hap, tha, kur nuk hi. A ty thot,
Kur gjej dyrë e pigjere myll, aty thotë a thej kujt dhe vaj kujt me gjak edhe aty hi. Pra dhe më thonë që ka herë fati vjen edhe kur nuk e mendon, fati vjen edhe aty kur duhet, jo kur e don ti. Është edhe një shprehje tjetër e bukur që më ka pëlqyer gjithmonë, që njani i lutet Zotit, i thot, o Zot, ma ne pi shtëpi të bukur, o Zot, ma ne pi makinë të bukur, o Zot, mi qa pare, o Zot, mi qa këtë. Një ditë u mërzit Zotit dhe i tha, një tha, ka me qu sa qa ke nevoj, ja qa don ti. Pra njetë, kur Zotin a bjen, qa ke na nevoj, aja është mërkullia ma male e jetë. Se qa dona na dona ka herë gjona që nuk kanë fort rëndësi e ne na duken të rëndësishme. Pra jeta në përgjithësi është e bukur në varet se si e përshon ti dhe me çfarë kanari të përshon. Kur e përshon me kanarin tan, jeta është e bukur. Kur e përshon me kanarin e huaj, mandej na varet atë lviz. Në gjë, me këtë shprehjen që ta ti se kena thonë që ja vëm fajin e jetë se këti e ati. Thojmë edhe atë dhe më thonë, mu kam e mnimu Zoti, është aja shprehje tjetër që e tha, o Zot, tha, po kam va për mytje, mnima. Edhe i thot Zoti, hyp mi që ati dhe kam e të nimu. Vjen njeni ka lënë me anije, i thot, hajde dhe me ardh. Ja, i thot, mu kam e mnimu Zoti. Kalan i dyti, ha dhe më ardh, mu kam e mnimu Zoti, vjen i treti, i thot, ja, i thot Zoti, ha mërë Zot, tha, unë këtu të prit, tha, kur po vjen, po në sulem, tha, me të në tokë me të marë mardjall, i ta njerës që ti kam qu, i ta ishin aja ndihma jeme, pra duhet me i falenderu edhe njerëzit që në ndihmojnë në jetë, sepse Nëse jeta është gjithmonë me njerë, se vetëm në njëri nuk e ban jetë. Por merri jetë atë më të mirën veç. Sepse në qovë se ti, Mark, do me thonë, ma njollë, ma jep dorën, se du me të një mu, tham, falim nërës. Por në qovë se, do me thonë, në qovë se ti shton diqa në jetën teme, maje. Po në qovë se ti merë për jetës teme, atëherë lëshëje. Nuk ka kuptim me thonë që apo une ti e shoku jema, ti e vllai jema, ti e i dashur jema, kushdo që ti e shti, në qovë se ti merë për jetës teme, dhe me thonë ligjër komplet energjin, ja drejn, ja tërhek dikuj, shoja doren. Shpeshherë i përmeni emigranta, sepse jena emigranta, edhe jeta e emigrantit është një jetë e dyfisht. Kena ba një jetë në vendlinjen tonë, dhe kena ba një jetë tjetër në emigracion, pra këtu është një jetë komplet tjetër. Na jena të vetmit njerëz që muna edhe me pas shumë probleme gjatë jetës në emigracion, dhe me i kuptu gjanat ndryshe, si kur të kishim jetu vetëm një vend. Edhe herë, unë prap mendoj që jetën e bëjmë na, jeta është e barabarë për gjithkan, jeta në fundit është që kenë mend, se që mendon ti dhe që bën ti. Se që mendon tjetë për ty, se si mendon e tjetëri për ty, ose aja për ty, pak rëndësi duhet me pas, sepse sa ma pak rëndësi që të ketë, aq ma mirë njesh me vedi, aq ma qetje, aq ma i në jetë pasore e banë. Pra, kontrolli i plot duhet me kënë durë të tuja? Sepse ti pas kontrol për jetën tane, atje do t'jetë ma mirë, jeta jote do t'jetë ma qetë, ma paqë, ma e kompletume. Kërkojmë, se ke edhe prej atyne, duhet me e thanë, që marrojmë për drama. Qa na duhen? Faleminderit. Po, por kese. Kënë, nëga, në këtë jetë manjol, në këtë jetë ka hajna, ka drogagji, ka kriminella, ka gjithë fordaj njerëzit. Por ty mos i përmen, ty mos u marrë me ta. I bin vlerat. Në kanë punë me ne. Në vërtet. Jo, sa ma lërë këtyne, nësë të duhe në sena është i kategorisë. Edhe herë, kam që i fije me e këthi i gejmë ka humori. Pa lezosha parë para se marrë këtu një humor të bukur. Dhe gjatë do të kish hangën e gazetë. Ja, s'kam hangë gazetë. Mu bëlqenjë bërcaletat, se gjithë kuj bëlqenjë bërcaletat. Qyrë se hinë ndirë, një 5 bërcaleta me ki diftu, njena ma bukur se tjetre. Njena më pëlqej, se thotë,
Një gru e kishte burrin burg. Po. Kësë më Edhe diftove. kufite me burrin burg, ky janë kote, jam të ullo. Po si me ju të ullo, di? Në burg. Ti në burg je. Jam të ullo. Në bukuri. I dit kja, a i diftotim sa të ullo. I dit kja, të mënu, më interesu për burrin, thret drejtorin e burgut. Thot, jam gruja filani, thot, jeni ti ma shkatru burrin, thot, të ullo burrin burg. Stil, pusha burrit. Filani. Po si më thot burria të ullo, dhe ta në ditën, thot, ve letër alun. Si më alun letër e ta në ditën? A i më pas rajnë, thot, po pëse të ka rajnë? A i më thonë sa të hapit të nel. Ko thonë të 10 mujt të hapit të nel të lu ka letër. E pa di burrin e me. Vogër kja. Vogër. Kështu që edhe... Hostelin ki lecu sa të? Ja, po lexosha para se marrë në zonë ku du me kalu kohën, e lirë ka herë lexoj. Që ka gjama të bukur se me lexu edhe humor. Absolutisht. Humori është ai që ta qetëson trunin. Edhe të hik mendin, pra, kjo është një lloj terapie si fakt, që mas ditë s'lollshme që ti ke pas, ke kënë punë se punon, djali, ta ndite një është. Ore. Në ka dalë nami të të marrë. Me orët e caktume, edhe mandajnë në vjen shpi. Sa më marë me energji negative, hape lexon një gjatë bukur, hape shikan një komedi. A ke njët më njëllë? Shkan njëni të bërbire i lagjes. Po. I bjen aty hap djerën. Po. Shë bërbirin, që qath janë, i thot, a ka vënjet shumë? I thot, një 2 orë, i thot bërbiri. Mirë, ikë. Vjen nesër prep, hap djerën, a ki vënjet shumë? Thot, kam thot, da njërë, thot, një orë e gjysë, thot, ikë prep. Vjen nesër prep. A ki vënjet shumë? Thot, thot, një orë. I bajt nagel ti bërbirit për ti të vite nuk më thete. I thot njët, parë, zotën, thot, shka thot ma njeki këtë, thot, për ti të vjen, thot, a ki vonet shumë, e ti thot, nuk vjen ma, shqipe mërë, thot, kur shka thot, ma shka thot, ne bërbrahane tjetër. Mire, thot, kjo. Shka një vehet mrapa, ke? Këthejet mrapa. Ha, ma i thot, kur shkaj? Të shpia jote, të pyte sorë një vënet. Ka hek të gjanet ma njëlla, shmo mirë mu marrë me bërtaleta, se sa më marrë me fjallë të halkut, se sa më marrë me punë të halkut, Tash pra, qëtohet jeta mërë. Shkojt e kanë thanë, fjallë të halkut, e birat e gardit nuk myllën kur. Pra, kjo është në fakt me i këtë shprehjen, ku ka ma bukur se me zerë. Atë për mledhjen, e kësoj që mundu me thonë, që fjallë të urta gjithmonë të nëmojnë. Në qovë se s'mund është mi marru, fjallë të hakut më si len për me të influencu jetën tonë. Më dali fjerë për i teme, një diqet që nuk më përqenë mu, sidomos si mjetë, edhe kjo verë, se ka fu vera e dzetë, edhe këtë në Amerikë, kujnë në Michigan. Unë s'kam ba ala një ditë plash. Pra, Michigani, për kërjeshtje, për kërgjitet, ka 11.000 liqenj edhe liqenj artificial. 11.000. Dhe më thonë, mërë me men, është një numër kolosal. 11.000. Quhet shteti i liqejve. Unë ala s'kam shku me ba një ditë plash. Kur kam kënë Shqipni, një ashtë me buke djathë më atartë, e me bastan, kam shku, son Deni, son Shirok, son Velipoj, dhe më thonë, prej në maj, dhe një shtator, më bate, lkura, si me kënë, lkur pantoflesh, zike, e basha plash, o knasha, këto, gjoja se po hajmë ma mirë, pa kena ma mirë, alo se kam baj ditë plash, pa në shkanë vera. Me gjë, si ka mundësi, sa atëherë ki kënë të nonat e baba. Edhe ka po nona me hangër, edhe ki dra zingjiri, kur je mërësit e ke fut zingjiri në gjep, nërsa këto duhet me rrita të fmit. Me thonë detën ashtë edhe i fije, jo se s'kena mundësi me shku, se ofri kena liqen, ju e dini, njënën e kena marrë ofër 15 minuta, 10 minuta, 20 minuta i gjysë dhe kena krejt të ofër, po ka hele njëri edhe për, që me thonë, për i pa mu ka jetit, si i thonë, hajtë se përshkaj nesë, hajtë se përshkaj mas nesë. Po, kur ka kenë zeshë shumë, kena thonë që pa, të marrët frymas, s'ke që bënat e pa. Edhe gjithë shamerini, work? Jo më se një në këtë mosh ka nevoj ma shumë me shku në plash, me marrë e zedidhit, me marrë i fije adin në natyre,
Sepse kur je ri edhe mundesh mi kalu ta gjana me shpejtësi. Famar, po kur je i ri, nuk shqetëson zeti i fortë, se thu hinujt e parë, ndërsa tesh thu apo më kap ndaj reumatizëm i dhimbjes mund të hinujt ton kohën. Dhe kështu që lën, jam marrtan këtë zet si jam të hi. Po lumata që jetojnë në Shqipëri që e kanë edhe mundësinë, në kuptimin e fjalës se nuk punojnë shumë, e kanë mundësinë të shkojnë në plazh. Edhe inshallah gjithë ata migranta që janë të bë pushimet e konë, i kaloshin mirë se vera është periudha më e qetë për ne që kena qef me u relaksu pak nga ditë të punës. Në fakt njëri rigjenerohet në verë. Unë mendoj unë, sepse pak ata minuta që i kalën jashtë me kohë të mirë, zeta pa zeta, dhe pse dirësitesh, prap ke qef se s'ke 500 palto, kapuqa, dorca, je me zi drejtohesh prej teshave, tesh dhe më thonë kënaqesh, dita është e gjatë, shkanora 10 edhe se mervesh ala është ditë jashtë, se jena me fat, e kena ditën i fjetë gjatë në këto në Michigan. Por të ishiju këtë ditë veret, edhe me keqardhje të minutazhit, si çdo emisionit edhe këti po i vjen fundi, nuk e dija kishe nevojë mi që në i mesazh tjetër ti Mark. Unë mesazh se unë nuk jam, se me thanë, e ati nivellet me lanë mesazhe ose me lanë mesazhe filozofike. Nuk japim thjesht. Mesazhet shoqërore kisha me lanë këtë, që ju lutem gjithë ju që na ndjeni, kuptojeni se kjo jetë është e juja, keni ardhur vetëm edhe keni më shku vetëm. Shijoni një jetën në mënyrën tuaj më të bukur të mundshme që mundeni. Mlani sa më shumë momente të lumtuna në jetë, sepse jeta nuk është e lumtun, por ka momente të lumtuna. Dhe kur mos u dorëzoni. Esni, po kur mos u nalni. Jeta është e bukur, sepse na ka dhënë Zoti këtë shans. Uroj që tani ju ta keni jetën e tillë dhe familjet tuaja gjithashtu. Zoti ju bekoft tanëve. Nërsa prej meje që Marku i tha fjalë shumë të bukura, unë kam u kthyt atë momente që tash mas i lën as në komcat e kujt, as fjalë të rana dikujt, as gurë të dikujt me ta nal hapin. Jeta nuk është garë, është e jotja, jetoje me shpejtësinë tënde, jo me shpejtësinë e dikujt tjetër. Pra na atë që je, edhe mos negjo se më mirë se e njefti veti nuk e njeh kërkush në botë. Pra edhe fjalët e tjerëve nuk duhet me pas influencë, por arri atë që kërkon ti. Jeta është e jotja, jetoje ti si don ti. Prej mu Manjols, ju du fort dhe kaloshi sa më bukur kudo që jeni. Mirupafshim në episodin tjetër.